Fjala jote o Zot është dritë për hapa tanë dhe ushqim për shpirtin tonë. Të dashur dëgjues të Radio Maris, hiri i hyjit në shtëpinë tënde. Ju ftojmë në emisionin Shpjegimi i fjalës së Zotit, që drejtohet nga Dom Gjovalini. Ju uroj dëgjim të këndshëm. Qof lëvdu Jezu Krishti, përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Maris, përshëndetje të gjithë ju të dashur të sëmur, të vetmuar, të moshuar. Ju përshëndes edhe ju që jeni në shtëpitë tuaja në udhëtime të ndryshme apo edhe në aktivitetet e jetës së përditshme dhe në këto momente po shoqëroheni me valët e Radio Maris. Jemi në emisionin e shpjegimit të fjalës së Zotit, le ta thrasim shpirtin shenjtë që të na hap zemrën dhe të na ndriçojë mendjen për ta pranuar fjalën e gjallë. Prandaj, hape o Zot zemrën tonë, që t'i pranojmë fjalët e birit tënd. Fillimisht, le t'i lexojmë leximet që Kisha Shenjtë na i paraqet për këtë diellë të javës së 13 gjatë vitit liturgjik A. Leximi i parë është marrë prej librit të dytë të mbretërve, kapitulli 4, rreshti 8 deri në rreshtin 11 e pastaj prej rreshtit 14 deri në rreshtin 16. Lexim prej librit të dytë të mbretërve. Një ditë ndodhi që Elizeu të kaloi nëpër Sunam. Ishte aty një grua fisnike dhe kjo e ndali të haj bukë tek ajo. Që atëherë, gjithsa herë kalonte aty pari, kthehej tek ajo për bukë. Ajo i tha burrit të vet: "Me sa shohun, ky njeri i hyjt që kalon shpesh këtu pari, është vërtet njeri i shenjtë. Po i ndërtojmë një llom në tarrac, po i vendosim në të një shtrat, një tavolinë, një ndenjse me një pishtar, që kur të vi tek ne të rri atje." Një ditë erdhi ai atje, u ngjit në llom dhe pushoi aty. Elizeu e pyeti shërbëtorin e vet: "Po ç'dëshiron që të bëj për të?" E Gjiezi tha: "E mos pyet, nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i moshuar." Atëherë Elizeu i urdhëroi ta thërriste. Kjo, pasi e thirrën, erdhi e çëndroi para derës. Elizeu i tha: "Në këtë kohë, sot një vit, djalin do ta shtrëngosh në parzmën tënde." Fjala e Zotit. Psalmi është Psalmi 89 me këtë refren: "Për gjithmonë do t'i këndoj mëshirës sate, o Zot." Dashurinë e Zotit gjithmonë do të këndoj. Brez pas brezi goja ime do të shpall besnikrin tënde. Sepse the, hiri im qëndron për amshim, në qiell është e themeluar besnikria jote. Për gjithmonë do t'i këndoj mëshirës sate, o Zot. Lum ai popull që di të brohorit, që ecën në dritën e fytyrës sate, o Zot. Për herë do të gëzoj në emrin tënd e do të mburret në drejtësinë tënde. Për gjithmonë do t'i këndoj mëshirës sate, o Zot. Sepse ti je stolia e fuqisë së tyre, e me hirin tënd rritet fuqia jon, sepse i Zotit është shqyti ynë, mbreti ynë, shenjti Izraelit. Për gjithmonë do t'i këndoj mëshirës sate, o Zot. Leximi i dytë është marrë prej letrës së Shën Paulit drejtuar Romakëve, kapitulli 6, prej rreshtit 3 deri në rreshtin 4 e pastaj prej rreshtit 8 deri në rreshtin 11. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, po nuk e dini se të gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij? Me anë të pagzimit, pra, bashkë me të jemi varrosur në vdekje, që
sikurse Krishti u ngjall në lavdin e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. E nëse vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me të. Mbasi e dim se Krishti i ngjallur nga të vdekurit nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja e tij që vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta e tij është jetë për hyn. Po kështu edhe ju, mbane veten të vdekur për ka mëkati e të gjallë për hyn në Jezu Krishtin. Fjala e Zotit. Alleluja! Ju jeni fisi zgjedhur me shtari mbretërore, komb i shenjtë. Shpallni veprat e madhërueshme të Atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Alleluja! Ungjilli është marrë nga Ungjilli i Mateut, kapitulli 10, prej rreshtit 37 deri në rreshtin 42. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vet: Kush e do atin e tëmën më shumë se mua, nuk është i denj për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denj për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen mbas meje, nuk është i denj për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerr jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Kush pranon profetin pse është profet, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. Kush pranon të drejtin pse është i drejtë, do të marrë shpërblimin që i takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe një gotë ujë të freskët, pse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do të humb shpërblimi. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër e motra, kam përfunduar me paraqitjen e leximeve për këtë diel të 13 gjatë vitit A. Pas pak çasteve muzikore do të kthehemi në studio për shtjellimin e fjalës së Zotit. Në leximin e parë që kisha shenjtë na paraqiti në këtë diel të 13 gjatë vitit, shohim një ngjarje të bukur që ka në qendër Elizeun profet, të cilin gruaja e pasur sunamite e njeh si njeri të hyjt. Ajo e mirëpret dhe kujdeset që t'i gjejë një vend të përshtatshëm e mikpritës, ku të pushoj sa herë që të kaloj andej parit. Kemi të bëjmë me një shembull mikpritje, pranimi e bujarie të pakushtëzuar, të cilën profeti e shpërblen me një premtim, duke i thënë kësaj gruaje: në këtë kohë, sot 1 vjet, djalin do ta shtrëngosh në parzmin tënd. Një premtim që i bëhet pikërisht asaj gruaje që nuk e kishte të mundur të kishte fëmijë dhe që kishte një bashkëshort tashmë në moshë të thyer. Në këtë lexim, Elizeu kryen një mrekulli, por theksi nuk vihet shumë mbi aftësinë e tij për të bërë mrekulli. Vëmendja shkon te situata e nevojës, përmes të cilave hyi shfaqet si ai që nuk mban anë, nuk pranon favore, por i bën drejtësi jetimit dhe vejushës, e do të huajin ardhacakun dhe i siguron atij bukë e veshje.
Mrekullia përshkruar këtu paraqet një situatë të veçantë, një grua që jeton në mirëqenie, që nuk kërkon asgjë për vete, por që e bën profetin të ndihet si në shtëpinë e vet. Ajo ka bashkëshort, por nuk ka fëmijë. Përballë mikpritjes së saj bujare, Elizeu këshillohet me shërbëtorin e tij, Gjiezin, për të gjetur një mënyrë se si t'ia shpërblente kujdesin që kjo gru kishte për të. Ky premtim na kujton se ndonjëherë mjafton një gest bujarie, një mikpritje e dhënë me dashuri, për të hapur një rrugë të re në jetën e njerëzve. Ne jemi mësuar ta vlerësojmë rëndësinë e veprimeve sipas mallësisë së tyre ose sipas rezultateve që prodhojnë. Jo, nuk është kështu. Për këtë arsye, shpesh i nënvlerësojmë edhe gjërat e vogla, zgjedhjet e vogla, gjestet e vogla, aktet e përditshme të mirësisë që na bëjnë njerëzit. Megjithatë, jeta ndërtohet pikërisht prej këtyre gjërave të vogla, ashtu si një rrym e mallë detare përbëhet nga pika të panumërta ujit, edhe ndryshimet e mëdha lindin nga shumë veprime të vogla që burojnë nga përvoja konkrete e jetës. Në mënyrë të ngjashme mund të themi se kështu ndodh kur dikush në jetën e përditshme, për shembull, mendon se çfarë vlere ka kjo puna ime e vogël në mes të shumë punëve të tjera të mëdha. Megjithatë, ai e di se edhe kontributi më i vogël ka rëndësinë e vet. Në të vërtetë, në ndërtimin e një njerëzimi të ri, ajo mund të jetë pikërisht hallka që mungon, qeliza e nevojshme, kontributi i vogël por vendimtar për diçka më të madhe dhe më të bukur. Të shohim tani leximin e dytë. Letra e Shën Palit drejtuar Romakëve na fton të reflektojmë mbi pagëzimin. Ky sakrament që shumica prej nesh e ka marrë në moshë të vogël, edhe ndoshta edhe pa vetdije të plot, na ka bërë të mirëpresim Trinin Shenjtë. Na ka bërë tempull të hyjë dhe banesë të pranisë së Tij. Edhe këtu ndeshim temën e mirëpritjes, por në kuptimin më të thellë, më të rëndësishëm, njeriu e hap jetën e vet për ta pranuar hyjin. Megjithatë, kjo mikpritje që kryhet në mënyrë sakramentale kërkon të shprehet më pas në jetën konkrete. Pagëzimi nuk është vetëm një ngjarje e së kaluarës, por një zgjedhje që duhet ripërtrirë çdo ditë. I pagëzuari, i bashkuar me Krishtin në vdekjen e Tij, vdes për nga mëkati dhe bëhet krijesë e re, e aftë për të ecur në një jetë të re. Prandaj, pasojat e pagëzimit nuk janë thjesht rituale, por ekzistenciale. Ato e bëjnë të krishterin dishepull të Krishtit, i thirrur për ta pranuar, për ta ndjekur dhe për të ecur në udhën që ai vetë e ka hapur. Përmes këtij sakramenti të pagëzimit, edhe ne bëhemi pjesëmarrës në misterin e vdekjes edhe të ngjalljes së Tij. Për këtë arsye, ky tekst lexohet shpesh në kremtimet e pagëzimit, veçanërisht gjatë vigjiljes së Pashkëve. A nuk e dini se ne të gjithë që jemi pagëzuar në Krishtin Jezus, jemi pagëzuar në vdekjen e Tij, na thot Shën Pali në këtë letër drejtuar Romakëve kapitulli 6, rreshti 3. Në kapitullin e mëparë Shën Pali kishte pohuar se aty ku u shumëzua mëkati, shumë më i begatshëm u bë edhe hiri. Tani ai përdor një arsyetim të fortë. Nëse hiri është kaq i madh, a duhet të vazhdojmë të jetojmë në mëkat? Përgjigja është e prerë. Jo. Kush ka vdekur për nga mëkati nuk mund të vazhdoj të jetoj në të. Pagëzimi nuk është thjesht një simbol,
por hyrje reale në misterin e Krishtit. Me të, i krishteri vdes dhe ngjallet përsëri me të. Prandaj, ai është i thirrur që të jetojë një jetë të re, të çliruar nga sundimi i mëkatit. Pali vazhdon, me anë të pagëzimit pra, bashkë me të jemi varrosur në vdekjen që sikurse Krishti u ngjall në lavdin e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. E njëjta letër është në Palit drejtuar Romakëve, kapitulli 6 në rreshtin 4. Zhytja në ujë simbolizon zbritjen në vdekje dhe në varr. Dalja prej ujit shpreh ngjalljen. Ashtu si Krishti doli nga varri, edhe i krishteri del nga një gjendje vdekjeje shpirtërore për të hyrë në një ekzistencë të re. Ekziston një paralelizëm i ngushtë ndërmjet fatit të Krishtit dhe fatit të pagëzuarit. Nëse jemi bashkuar me të në vdekje, do të bashkohemi edhe me të në ngjallje. Fitoria e tij mbi vdekjen bëhet edhe fitoria jon. Për këtë arsye, Pali mund të thotë se njeriu i vjetër është kryqëzuar me Krishtin. Ky njeri i vjetër përfaqëson mënyrën e vjetër të jetesës, e robëruar nga egoizmi, pasionet e çrregullta dhe mëkati. Natyrisht, kjo gjë nuk do të thotë se i krishteri nuk përballet me tundimet apo me dobësit, por do të thotë se mëkati nuk është ma zotëria e tij. Ai është i lirë për të jetuar si biri i hyjit. Trupi që dikur ishte mjet mëkati, tashmë është thirrur të bëhet mjet i së mirës dhe i dashurisë. Kush ka vdekur është i lirë nga mëkati, na thot Shën Pali. Ashtu si të vdekurit, edhe ne jemi të lirë nga mëkati, por jo sepse nuk kemi më një trup për të lëvizur, për të vendosur, për të vepruar, por sepse ngjallja jon na ka bërë të aftë që të heqim dorë nga mëkati. Kjo jetë e re që na dhurohet në pagëzim ka dy përmasa. Një të tashme, që është liria nga mëkati dhe nga veprat e vdekjes, dhe një të ardhshme, që është pjesëmarrja në jetën e Krishtit në lavdinë e tij në fundin e kohrave. Krishti nuk vdes më, sepse e ka mundur vdekjen dhe ajo nuk ka më pushtet mbi të. Edhe ne, në të, kemi fituar mbi këtë vdekje. Vdekja jonë trupore do të mbetet kalimi nga jeta toksore në jetën e plot që ai dëshiron ta bashkëndaj me ne. Në të vërtetë, ai vdiq, dhe vdiq për mëkatin një herë e përgjithmonë. Tani, përkundrazi, jeton dhe jeton për hyjin. Kjo gjë është edhe themeli shpresës sonë. Ai nuk vdes më, jeton për hyjin. Po kështu edhe ju, çmojeni veten të vdekur për mëkati, por të gjallë në hyjin në Krishtin Jezus. Kjo do thotë se edhe ne jemi të thirrur që ta jetojmë jetën tonë si njerëz që nuk i përkasin mëkatit, por i përkasin Krishtit. Edhe unë gjithi kësaj të diele përmban disa nga fjalët më të forta dhe më sfiduese të Jezusit. Në shikim të parë, ajo mund të na duket pak e vështirë për të pranuar. Si është mundur që Jezusi të kërkoj që ta duam atë më shumë se babën, nanën, birin apo bijen? A nuk janë pikërisht këto lidhje ndër më të bukurat dhe më të çmuara që kemi në jetë? Për ta kuptuar drejt këtë fjalë, duhet të kujtojmë se Jezusi nuk është kundër dashurisë njerëzore. Përkundrazi, ai e njeh vlerën e saj dhe e çmon atë. Ai nuk kërkon të paksoj dashurinë tonë për të afërmin,
por ta zgjeroj atë. Kush e vendos Krishtin në qendër të jetës së vet, nuk bëhet më pak i aftë për të dashur. Bëhet i aftë për të dashur më shumë e më mirë. Dashuria për Krishtin nuk i mbyll horizontet e zemrës, por i hap ato. Nuk e kufizon njeriu brenda rrethit të ngushtë të interesave të veta familjare, por e shtyn drejt një dashurie më të gjerë, më bujare dhe më universale. Prandaj Jezusi nuk propozon një shkputje egoiste nga familja apo nga marrëdhëniet me të dashura. Ai na kujton se askush nuk mund të gjejë plotësisht kuptimin e jetës duke u mbyllur vetëm brenda kufive të vetes apo të familjes së vet. Zemra e njeriu është krijuar për një horizont më të madh. Mbretëria e hyjit e zgjeron hapësirën e dashurisë son, edhe na mëson të shohim si vëllezër e motra edhe ata që nuk i përkasin familjes son. Në këtë dritë kuptohet edhe fjala e Jezusit për kryqin. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk më ndjek, nuk është i denj për mua. Kryqi nuk është kërkimi i vujtjes për vetveten. Kryqi është gatishmëria për të qëndruar besnik në dashuri edhe kur kjo kushton, edhe kur kërkon flijim, durim dhe dhurim të plot të vetvetes. Kryqi pra është rruga atij që zgjell të mos jetoj vetëm për veten, por për hyn dhe për të tjerët. Pikërisht këtu lidhet edhe paradoksi i madh i ungjillit. Kush e humb jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej. Në logjikën e zakonshme njerëzore, njeriu përpiqet ta ruajë jetën, ta grumbullojë, ta mbajë për vete. Jezusi, përkundrazi, shpall se jeta gjendet duke udhëruar. Në fund, nuk jemi të pasur për atë që kemi mbajtur, që kemi shtërnguar për vete, por do të jemi të pasur për atë që kemi dhënë. Vetëm ajo që është bërë dhurat për të tjerët mbetet me të vërtet pjesë e jetës son dhe pjesë e kujtesës son. Një shembull të bukur të kësaj logjike e pam tek leximi i parë të gruaja Sunamite, që i ofron Elizeut profet një mikpritje të thjesht, një lom, një shtrat, një tryez, një karrike dhe një pishtar. Janë gjeste të vogla, por janë të mbushura me plot dashuri, me zemër. Dhe pikërisht përmes atyre gjesteve hyj hap një rrugë të re në jetën e saj, duke i dhuruar atë që ajo nuk e kishte pasur prej viteve, edhe që nuk kishte gati as guximin t'ia kërkonte mahyit, pra një birë, djalin e vet. Edhe ungjilli përfundon me një shembull të vogël e të përditshëm, një gotë ujë të freskët. Jezusi nuk flet për gjeste të jashtëzakonshme, por për një shërbim të thjeshtë të kryer me dashuri. Megjithatë, ai i jep këtij gjesti një vlerë të jashtëzakonshme. Nuk ka asgjë tepër të vogël për hyn kur bëhet me zemër. Një gotë ujë mund të duket krejt pak, por kur ofrohet me dashuri, bëhet shenjë e pranisë së mbretërisë së Zotit. Është domethënës fakti që Jezusi nuk flet thjesht për ujë, por për një gotë ujë të freskët. Kjo na kujton se dashuria krishtere nuk është formale apo e ftoftë. Ajo kërkon vëmendje, kujdes dhe përkushtim. Nuk mjafton të japim diçka. Jemi të thirrur të japim më të mirën që kemi. Edhe gjesti më i vogël mund të mbajë brenda vetes ngrohtësinë e zemrës, respektin për tjetrin edhe gëzimin e dhurimit. Në fund,
Ungjilli sotëm nafton të kalojmë nga logjika e zotërimit te logjika e dhurimit. Jezusi nuk na kërkon të duam më pak, por të duam më shumë. Nuk na kërkon të humbim jetën në kuptimin e shkatrimit të saj, por ta dhurojmë atë si një fryt. Kush jeton vetëm për vete, e varfron jetën e vet. Nga ana tjetër, kush mëson të jap, zbulon se jeta e tij bëhet më e gjerë, më e pasur, më e bukur. Sepse në mbretërinë e hyjt, njeriu nuk humbet asgjë nga ajo që ka dhuruar me dashuri. Përkundrazi, pikërisht aty ai e gjen jetën e vërtetë. Që vetëm kush prodhon shumë, kush është i aftë, ai është i çmuar, i vlerësuar, ai do të shpërblehet. Ndërsa Jezusi na kërkon diçka tjetër, kërkon dashurinë në këto gjëra. Jo të gjithë jemi thirrur për të bërë gjëra të mëdha, por një gjë bëhet e madhe kur vendosim dashuri, kur e bëjmë me gjithë zemër. Këtë kërkon Jezusi kur thot një gotë ujë të freskët, nuk thot një gotë ujë sa për të kryer rrallë, sepse shpeshherë ka njerëz edhe në mesin ton që mendojnë se bajnë mirë, bajnë një vepër, ndihmojnë dikën, por shpeshherë bajnë vetëm për të liruar ndërgjegjen, vetëm për të shmang dikën. Edhe në atë gjest që bajnë nuk vendosin as pak dashuri. Edhe kjo mund themi se gati është e pa vlerë përballë Zotit, kur i bëjmë gjanat vetëm me kry rrallë, kur i bëjmë gjanat me ftofësi. Duhet vendosim dashurinë të, duhet i bëjmë për të mirën e tjetrit e për dashurinë ndaj tjetrit. Kjo është ajo që na kërkon Jezusi në këtë pjesë të ungjillit. Sikurse edhe kjo gruaja që mikpret profetin Elizeu në shtëpinë e vet, mendon për të, i thot burrit që të ndërtojmë një dhomë, por jo vetëm një dhomë të hyj brenda të flej si do, por mendon për krevatin, mendon për tavolinën, mendon për dritën, mendon për gjërat esenciale. Kjo është e bukur edhe jetës sonë, të dashur vëllezër e motra, ne kemi kaluar një periudhë të varfërisë gjatë komunizmit, por ndoshta edhe në ditë të sotme ka shumë familje që janë esenciale, nuk kanë shumë, por ato gjëra që i kanë, i mbajnë me dashuri, i ndihmojnë të tjerët me dashuri. Dua të them se prej këtyre gjesteve të vogla me dashuri mbahet kisha. Dua të them se prej këtyre gjesteve të vogla, por që dhurohen me dashuri, mbahet po deshet edhe Radio Maria. Prej dashurisë, prej zemrave të njerëzve të varfër, por që ja din vlerën, janë të qëndrueshëm. Shikoni të dashur vëllezër e motra, se sa rëndësishme është në jetën tonë të i bëjmë gjërat me dashuri, të vetëdijshëm se po ndihmojmë dikën që ka nevojë për ne, e në atë person po ndihmojmë vetë Krishtin. Duke u kthyer tashmë edhe një herë te pjesa e ungjillit dhe duke kërkuar që të përpiqemi të zhytemi më në thellësi në disa detaje, shohim se në fjalimin apostolik, duke folur për kundërshtimet dhe persekutimet me të cilët do të përballen të dërguarit e tij, Jezusi sapo ka zbuluar se personi dhe shërbesa e tij, duke kërkuar nga njerëzit një vendim dhe një zgjedhje, në fakt do të sjellin edhe ndarje, nxisin konflikte edhe shkëputje. Edhe brenda hapësirës familjare ndodhin përçarje dhe krijohen armiqësi. Predikimi i tij në përfshatra e qytete i ka shtyr disa njerëz ta lënë familjen,
duke vënë në krizë atë lidhje që ishte kaq themelore dhe bazike në shoqërinë e kohës dhe që përfshinte edhe dimensione të rëndësishme shoqërore e ekonomike. Nisur nga ky konstatim, Jezusi kalon të nënvizimi i gjendjes së dishepujt dhe i kërkesave të tij. 3 herë Jezusi pohon se nuk është i denj për të, ai që do më shumë, atin, nënën, birin, bien, më shumë se sa atë, ai që nuk e merr kryqin e vet për ta ndjekur atë, ai që ruan, që mban për vete jetën e vet. 3 herë Jezusi thot, nuk është i denj për mua. Kjo shprehje trefisht, nuk është i denj për mua, nuk duhet kuptuar si një vlerësim moral. As nuk do të thotë se Jezusi kërkon vepra që e bëjnë njeriu që të meritojnë atë. Bëhet fjalë për një konstatim të thjeshtë. Dishepulli i Jezusit është ai që e vë dashurinë për Krishtin mbi gjithçka, edhe mbi lidhjet familjare, dhe që është i gatshëm të qëndroj besnik kësaj dashurie deri në fund, deri në vdekje ma poshtëruese. Nëse Jezusi i vë kërkesat e mbretërisë së hyjit mbi lidhjet dhe detyrimet familjare, kjo ndodh sepse ai vetë, në veten e parë, e ka jetuar në mënyrë rrënjësore dhe me një pasion të zjarrt urgjencën e mbretërisë së hyjit, e cila e ka shtyat të shkonte përtej lidhjeve të gjakut dhe të krijonte një familje të re, të krijonte kriterin e së cilës nuk është gjaku ma, por dëgjimi i fjalës së hyjit dhe zbatimi i vullnetit të tij. Vetë Jezusi bëri një shkputje rrënjësore nga familja e tij. Atësa Marku Ngjilltar kujton edhe konfliktin që u krijua ndërmjet Jezusit dhe farefisit të tij. Të njëjtën mënyrë rrënjësore Jezusi u kërkon edhe dishepujve të vet. Një mënyrë kjo që nuk do të jetohet jo si detyrë për t'u përmbushur, por si një dëshirë e zjarrt për ta ndjekur Jezusin. Natyrisht, të vendosësh kërkesat e mbretërisë ose siç thekson Mateu në këto rreshta, personin e Jezusit, vetë Jezusin, mbi çdo vlerë tjetër shoqërore dhe personale, qytetare dhe familjare, ka një çmim të lartë, shumë konkret dhe të përditshëm. Nëse familja ishte struktura themelore e organizimit të fshatrave të Galilesë dhe rregullon të jetën shoqërore ekonomike të njerëzve, Jezusi e tejkalon këtë horizont të mbyllur, duke vendosur si synim të predikimit të tij mbretërinë e hyjit dhe shpëtimin e mbar Izraelit. Prej këtej, rrjedh një përmbysje e rendit të vlerave shoqërore në emër të përparësisë së mbretërisë. Për t'u rrënjosur në risinë e jetës që Krishti ka sjell dhe në bashkësinë e tij që lëviz nga një vend në tjetrin, dishepulli duhet të marrë një qëndrim distancues të qartë nga forma e vjetër e jetës e përqendruar tek familja. Urgjenca eskatologjike në funksion të mbretërisë dhe përparimit të ungjillit, domethënë përparësia Krishtit, sinonim i shprehjes për shkakun tim, janë për shkak të mbretërisë dhe për shkak të ungjillit, janë kërkesa që pengojnë kishën të një trajtësohet, të identifikohet me vlera shoqërore, morale dhe qytetare të kohës. Pikrisht aty gjendet themeli i veçantisë së krishterë dhe rrjedhimisht arsyeja e ekzistencës së kishës. Më pas, dishepulli thirret që ta ndjek Jezusin, kufiri i fundit i së cilës është kryqi, humbja e jetës së vet për shkak të Jezusit. Këtu shfaqet
për herë të parë në tekstin ungjillor fjala kryq, duke paraprir fatin e vdekjes që do të përjetojë Jezusi. Dishepulli, i thirrur që të jetë aty ku ka qenë edhe vetë zotëria e tij, bart brenda vetës gatishmërinë për të marrë dhe për të mbajtur kryqin e vet. Në të vërtetë, dishepulli e vendos jetën e vet në jetën e zotërisë, duke humbur në liri dhe me dashuri jetën e vet në Zotin. Besimtari e rigjen atë në Zotin. Të marrësh kryqin tënd do thot pra të marrësh mbi vete dhe të mbartësh mjetin e dënimit tënd me vdekje. Shpreha të marrësh kryqin tënd i referohet një ngjarjeje krejt konkrete, domethënë çastit kur i dënuari me kryqëzim i ngarkohet mbi supe trau i tërthort, patibulum, për të përshkruar një rrugtim të tmerrshëm mes turmes që ulerit dhe bërtet, e cila e pret me tallje dhe mallkime. Hidhërimi i këtij rrugtimi qëndron në ndjesinë se njeriu po dëbohet pa mëshirë nga shoqëria dhe po lihet i pambrojtur përballë fyerjes dhe përbuzjes. Kushdo që më ndjek, thot Jezusi, duhet të rrezikojë të përballet me një jetë po aq të vështirë sa ulla e kryqit, e një të dënuarit që shkon drejt kryqit, drejt kryqëzimit. Dishepulli duhet të përgatitet për këtë humbje të vetvetes, e cila është e vetmja që do t'i mundsojë atij të ngulmojë në këtë rrugtim. Kur të gjitha mbështetjet njerëzore të zhduken, kur vetë kuptimi i rrugtimit të bëhet i padëshifrueshëm, kur motivet që dikur e kishin shtyrë të ndiqte Krishtin të mos duken të mjaftueshme, atëherë qëndrimi që ungjilli e quan të marrësh kryqin tënd do të shfaqet si thelbësor për të vazhduar rrugtimin në një fe, gjithnjë e më të zhveshur dhe gjithnjë e më të vërtetë. Ungjilli na thot se nuk ishte kryqi ai që e bëri të mall Jezusin, por ishte jeta e Jezusit ajo që i dha kuptim edhe kryqit, kur ai e vuri në supe. Edhe humbja e jetës për shkak të Jezusit që i kërkohet dishepullit mund të kuptohet dhe të mund të lexohet vetëm në dritën e vet ekzistencës së Jezusit. Jezusi nuk pati si synim vet asgjësimin apo humbjen e jetës së vet, por të jetuarit me plotësi dhe me gëzim, duke arritur lirinë dhe dashurinë. Dhe ai deshi lirisht deri në fund, deri në skaj, deri në pikën e fundit, siç na thot Ungjilli i Gjonit. Pasi i deshi të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. Jezusi jetoi duke dhënë jetën të smurve, mëkatarve, të përjashtuarve, të përbuzurve. Ai diti, domethënë, zgjolli dhe deshi t'u jepte jetë të tjerëve. Humbja e jetës së tij ishte dhurim kohe, dhurim forcash fizike, shpirtërore, energjish, mendore dhe afektive. Jezusi e dhuroi jetën e vet duke u dhënë jetë të tjerëve. Nuk ishte thjesht një humbje, por një dhurim, një lindje jete, një përcjellje jete. Humbja e jetës që kërkohet këtu është në të vërtetë një ftesë për të dashur ashtu si Krishti deshi. Për këtë arsye, pas këtyre fjalëve rrënjësore mbi kërkesat e vështira që i bëhet dishepullit, pjesa e dytë e tekstit ungjillor përmban një mesazh që ka të bëjë me pranimin, pra me mirëpritjen e dishepullit. Kjo afërsi nëpërmjet fjalimit dhe pranimit të dishepullit dhe atij mbi kërkesat e dishepullimit e nxjerr temën e pranimit, pra të mikpritjes, nga etika mirësedhjes
dhe e vendos brenda mënyrës rrendësore të jetës së krishterë. Dërgimi, ose siç thot Jezusi, kush ju pranon ju, me pranon mua, dhe kush me pranon mua, pranon atë që me ka dërguar, lidhet me respektin nga ana të dërguarit e kushteve kërkuese dhe të forta që ka vendosur vetë Jezusi. Ata që i pranojnë të dërguarit i Jezusit të marrin bekimin dhe banë pjesëmarrës të premtimeve. Është e nevojshme që vetë të dërguarit të jenë të lidhur ngushtë me Krishtin, që i ka dërguar dhe ta duan atë mbi gjithçka, mbi këdo, madje edhe më shumë se prindrit dhe fëmijët e tyre. Frytet e pranimit shprehen në Ungjil me pohimin se ai që i pranon dishepujt e Jezusit nuk do të mbetet pa shpërblim. Madje, miku, mysafiri i pranuar dhe i njohur në identitetin e tij më thellë, tërheq drejt vetes dhe e bën të ngjashëm me veten atë që e pret. Kush pret një profet, pse është profet, do të marrë shpërblimin e profetit, dhe kush pret një të drejtë, pse është i drejtë, do të marrë shpërblimin e të drejtit. Pranimi, mirëpritja, përpara se të jenë materiale dhe logjistike, është, domethënë, më shumë shpirtërore. Domethënë, është njohje e identitetit të thellë të tjetrit, profet, i drejtë, dishepull. Mateu e vë theksin të pranimi lajmtarit. Këto dy aspekte janë qartësisht të lidhura dhe të pandashme, por është e rëndësishme të kujtojmë për masën njerëzore të mikpritjes së një personi, e cila kërkon gjeste konkrete, vëmendje, përkujdesje dhe aftësi për të kuptuar nevojat e tjetrit. Mjafton të vërejmë detajin e dhënies së një gotë ujë të freskët, që na kujton klimën e nxehtë dhe të thatë palestineze, si edhe etjen e atij që ka për të bërë një rrugë të gjatë në këmbë. Sepse mikpritja është gjithmonë mirëpritje e një personi nga një person tjetër. Realiteti i dashurisë nuk matet me hovet emocionale, por me këto gjëra konkrete. Dhe me që ne nuk e dim kur plotësisht se kë takojmë, kush na dërgohet dhe kë po presim, puna e mikpritjes kërkon vëmendje dhe shoshitje, dëgjim dhe vëzhgim, për ta lënë tjetrin të arrijë të na prek. Kështu, takimi me tjetrin bëhet një vizitë që i ngjan një zbulese, bëhet një vizitë hiri, vetë Zoti na viziton. Të dashur vëllezër motra, kam arritur kështu në përfundimin e këtij emisioni, duke uruar që në vizitat tona, në mikpritjet tona, të shohim vetë Krishtin, në gjestet tona edhe pse të vogla, po t'i bëjmë me dashuri, ja bëjmë vetë Krishtit dhe vetë njeriut i cili ka nevojë. Uroj e shpresoj që kjo fjalë e Zotit ta ndriçojë mendjen e zemrën tonë e të na ndihmojë që gjatë kësaj jave të jetojmë prej kësaj fjale me këshillat që vetë Jezusi na jep. E tani ju jap edhe bekimin e Zotit. Zoti qoftë me ju bekoft hyj i gjithëpushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti i Shenjtë. Të dashur vëllezër e motra, ju falenderoj për vëmendjen që treguat në këtë emision edhe në të gjithë emisionet e Radio Marisë, edhe duke ju lënë në shoqërinë e programit të saj në vazhdim, ju përshëndes të gjithëve. Qof levdu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë, hiri hyet në shtëpinë tënde. Ishit në shoqërinë e emisionit të shpjegimit të fjalës së Zotit, që na përgatit për ditën e nesërme. Shpjegimin e bëri Don Giovalini.